Kina ka hapur zyrtarisht spitalin e parë në botë të menaxhuar plotësisht nga inteligjenca artificiale. Me 14 mjekë virtual të trajnuar nga sistemet e avancuara AI, ky institucion shëndetësor nuk ka nevojë për staf njerëzor, as mjek, as infermier, as recepcionist. Ky shënon një moment të rëndësishëm në integrimin e inteligjencës artificiale në sektor kritik, si kujdesi shëndetësor. Spitali është ndërtuar si një qendër eksperimentale, ku teknologjia jo vetëm zvendçon njeriu, por e tejkalon atë. Aktualisht ky spital i veçantë trajton mbi 3000 pacient real në ditë, duke ofruar shërbimet menjëhershme, pa pritje dhe me saktësi të lartë në diagnozë. Ky nuk është më vizioni një filmi fantastiko-shkencor, është realiteti që Kina po ndërton me ritme marramendëse në një garë globale ku inteligjenca artificiale bëhet arma kryesore për dominim teknologjik dhe ekonomik. Ajo që e bën këtë projekt edhe më të frikshëm për vendet e tjera është ambicia kineze për ta eksportuar modelin në vendet që vuajnë nga mungesa e mjekëve, fondet publike të pamjaftueshme dhe korrupsioni në sistemin shëndetësor.